Shkop. Jo vëlla, shan njerëz, nuk ishan kota, ishan me pagesë. Për shembull, po ta paguaj unë atë, se unë e kam thënë edhe këtu në live. Po këta nuk kanë dëgjuar. Dhe ju kam thënë shqip, keni kujdes, se të vjen njëri për të vrarë. Për shembull, ti më dërgon mua njërin të më vrasi. Më vjen ai. E unë i them para se të treqi kemzën. Ore vëlla, sa të pagoj banditi jo? 100, nare 200. Me pak fjalë, jep ti 5 të shahem unë. Ja pun 15 të shahesh ti jo. E kupton, se këtu në ato ma janë ato ripa, erma hipa, erta hipa. Që se ti jep 5 që të më shajnë mua, ja për dhe unë 15 të shahesh ti vëlla. Puna është, a fiton njeri? Jo. Sa bukur, sa bukur dhe jetë fundi i kësaj historisë TikToku, dhe jetë shumë i bukur, për zotin. Ore, TikToku, bandit, thjesht kanë zjerë në pak fytyrat e njerëzve se sa të shëmtuar janë njerëzit për gjëra pa lidhje, për të dukur, se TikToku është për të dukur, o bandit, TikToku, edhe lekun që ja jep TikToku dikujt që i ka dhenë, o vlla, është një gjë për momentin, nuk është diçka, o bando, është si ai leku kazinos, o vlla, që e fiton dhe e shpenzon më para se e ke fituar. Se nuk e kanë ndjesim se si e ke marrë atë lekun, dhe këtu njerëzit vëlla janë sëmurur, janë fiksuar. Këtu ke njerëz që nuk dalin dot në TikTok. Ti del hyn, unë dal hy, këtu ka njerëz që nuk dalin dot vëlla. I ke 24 orë ore TikTok ore. Ore ke non stop TikTok o vëlla. Pa lidhje. Vën një foto mbas vetes, le të jenë në banjë me muhabetit, e ke live në TikTok tjetrin. O vëlla, kur lajnë? Kur hanë buk, kur dalin për kafe, kur dalin me njerëzit e tyre. Ore bando, a e di kur kam krijuar respekt 1000% për ty? Kur ke hedhur një foto me një pjesëtar të familjes, thash unë bando që nga djalë ta mamëra. Olla, ne si kemi parë njërë me familjarë këtu pjesë më të madhe të njerëzve që bëjnë TikTokera. Po s'kan më ush, s'kan familje të. Po, kur s'kan familje... Edhe të shpia, a kudo si me pas familje bojnë që shto, po nuk kanë familje, më shak familje kanë të bojnë. Po tani, kur nuk kanë gjën kryesore, që është familja, kur nuk kanë gjën kryesore që është diçka që me të vërtet duhet të ruajtur dhe duhet mbajtur, atëre qa mund të presësh nga këta njerëz e bando? Qa mund të presësh e vëlla? A presë të tjera? Unë s'presë sanda, veç thëmë ku me nëzën me aushqi herët me rrët, si nëzën ku. Po bando, unë me thënë të drejten, për këto situatat e TikTokut, unë jam gati nga dishmëri dhe presë. Dhe se kam problem, po jam i gatshëm, jam i përgatitur, dhe sinqerisht, shumë kanë hedhur për mua, se ta dish edhe një gjeti. Në momenti që mua më ka përmendur Gucci vetë personalisht mua nuk më njinte dhe s'ma dinte emrin vëlla. Gucci personalisht nuk ma dinte emrin oren, ose e dinte që unë ekzistoja. Dhe Gucci vëlla, kur më ka thënë mua emrin, i ka ngritur syt lart, i ka ulur poshtë, i ka ngritur lart, i ka ulur poshtë dhe e ka thënë frazën: Aleksi vjedh me profesorit. E ka thënë në frazë të lexuar 2 herë vëlla, e ka ngritur kokën lart në telefon. Se nuk më njinte. Po s'më njinte o bandit. Si do ta përmës të emrin timaj, kur s'më njinte fare? Nga do shtinte fallë, na zoti. Ku ta gjente? E kupton? Dhe unë në fillim që kam reaguar kundra. Është edhe i smur. Është edhe i smur. Ore, Gucci është djalë me hallë me probleme o burr, ne dim. Ka hallë është problem, asë hallë problem s'ka, vetëm se një smur menor. Po ai është halli mafra, ai është halli më kryesor që ka njeriu. Ore bando, ai është. Valla, ai është njeriu. Ka probleme shumë trauma. Ore tani po ai është halli i madh, pse halli i vogël të duket ai? Seriozisht e keni? E ka dënuar Zoti valla, nuk e që ka dënuar Zoti se ka bërë diçka gabim. Unë prandaj reagova në fillim o bando që më thanë këta shpate ti që u kape me këta që u kape. Po me shëtë Francën poshtë që do të qa ke pas me shëtë ikon pa do me i merë të moda du me të pynë. Shikë si të nga do të shaja profe, do mbish 500 euro, 500 euro ki burgu. Ore po tani, ore bandit, dëgjoj me kujdes. Thuhet lart e poshtë në për TikTok, se unë po them prapë që nuk e besoj të ketë ndodhur, prandaj s'kam reaguar. Thuhet lart e poshtë në TikTok, për shembull thot Kloni, jam paguar 15.000 euro për të çfarë filani. E kupton? Tani,
po ti jesh pa lekti, po ti dhe mund të vetë ofrohesh. Më jep një lek se do ushaj. Me pak fjalë, ore, ka në njërit më japi mua që të shaj unë këta, apo si do bëjmë? A jesh vetë ofrim, o vlla. Më jep një lek se shaj unë. Po s'tavën lyre, se nuk shati, din si s'shapësh, na. Ore, po tani janë, ore, e kupton çfarë vetja apo jo? Dhe Franci faktikisht me thënë drejtë se u ka folur privat më mbrapa, Franci është në një situatë jo të mirë psikologjike, është djalë i mirë, nuk është djalë i keq. Me të thënë drejtën, herë një temë si më kanë pagu njerëzit, më kanë pagu për mira atij Aleksit, me të thënë drejtën, në TikTok edhe ai personi ka hedhur shumë lek për mira ai Aleksit. E më ka ofru mua, se e ka ditë se me desh mira i kisha ra, e mi ka ofrua. Edhe kam thënë nuk e bëj kurrë për lek. Zero. Të ka ofruar lek, Më ka ofruar 100.000 pound rap, cash në vdekshin rap. 100.000 pound. Rap të moda 100.000 pound cash. Më ka thënë se edhe e ka ditë ai se e bëjmë ne me desht. E bëjmë. E kisha bën po më vesh ai se ja kom bën, ja kisha bën aty unë. E di edhe ai shumë mirë vetë se ja kisha bën me desht. Ja edhe ja bëj gjithkujt në Angli, po desha unë. Se i kom mundësit, i kom njerëz, i kom ta bëjmë me desht. Së një gjë më. Po jo mos kisha pse, alla, se s'ja bëj kërkuja, bro. S'ja bëj kërkuja, bro, nuk jam unë çashtu djalë, kom një person. Mos ka provokuar në njerëje bën. Jo më vdekshin rap. Në anën motër ja. Rap ta tham trash në anën motër, am të vërteta. Jo sa gjana di unë me shështon. Flas korobur se janë muhabete vllalliqe, sekrete. Sekret dhe çunave të fançëm. Kës ai tipi ne ka me Samin 24 orë. Ja unë e marr kam unë telefon ton ka ashtu rop qir, ka ashtu pis qir. Edhe ndark ish me Samin në çarkullim në për Tiranë. E po s'ka pa, gjë tani ti të themi gjë se unë e di për çfarë, a di për çfarë nuk dua të kapem me këtë, se kam komunikim në privat edhe nuk dua të merrem me këto gjëra, kështu se këto janë politik TikTok. Edhe unë ja bëj Allahu, edhe nëse merret ndonjëri me mua për këto gjëra. Po, a di pse ashtu atë një pjesë, se një pjesë aty i janë afruar. E kupton? Edhe ky vlla i ka dhënë 5.000, këta kanë pritur 50.000, 500.000. Se këta e shikojnë kështu këtëre, si bankomat. E kupton, e shikojnë si bankomat, nuk e shikojnë kështu thjesht. Thonë, bankomat, Sami, e shikojnë si bankomat, o vlla. Ky, se ka problem, se ka numra, edhe vazhdon programin. Se di pse më po shtash se kam qenë jashtë TikTokut, kam qenë ndjekës, edhe kam qenë dy vëzhgull të tënde. Edhe se di pse, se më shko, kam marrë dhe mendimi se nuk kanë lek shashtu, bro. Nuk kanë lek shashtu si duken. Ja, është gjë ndodh. There is no, nuk kanë lek shashtu si shihni ju. Ore bando, ato janë, me fjalë, po TikTok, Instagrami, këto rrjete sociale, o vlla, i bente ato videot sikur vraponte në qindrat e sekondit edhe ja kaloi ai Zazi tjetër, e tha, edhe këtu i tha, e lam balë. Nuk e di pse, po nga shakon poshtë, 3-4 muaj jashtë, fulli jashtë, edhe e përbore se nuk kanë lek. Nuk kanë lek, nuk shështu si të shiten. Asnjëri prej tyre kështu. Zero. Realiteti në media sociale, bando nuk është kurrë ai që kanë jetën e përditshme. Është, ore bandit, është, ore vlla, unë mund të tregoj që kam pamje. Po mu ta kem shpinë studio. Rop shpije, nesëm me lanë me bani lojt fort me ta. Me rop shpije me helli 150 dhe ndyshin ja merë lojën. Ta po me besë, ja merë. Ja, se besoj. Ja merë, që ta lidhën bas, ja merë. Ja, se besoj. O, ja merë që ati personi. Nuk ka shashtu lek sa duket. Ka pas nështë ta, lek ka kompanija, nështë ta ka burim leku, për nuk ka lek shashtu. Se besoj. Ja merë, a lidhin me bazë të rëpë të motra e në jetën në përsipër. Ja merë ati, ja merë alje gjithë kujton dhe shtu ja merë. Që dap dorë, unë në qosë se ja merë, vë më djali më kur dhe më më qëmi. Ja merë, që si ja marë, 200 letra, futi, ja merë, e letë me kështë ngoj. Ja, se besoj ati. Dhimen ati, po si ka dalë haleni një tip
Si kam pak mirë mundësit, se mi pas pak mirë mundësit, i thom, ja shkënj lek me mujt. E shkënj 10.000 po 10 ati, vetëm si më shështu si arë. Nuk e besoj atë. O, prove. Po jo. Për lek aja, atës më bush do të mendje. Lek ka. Ka paguar faktura bandon 80.000, 100.000, 50.000, kështu, java në javë. Që ja mund në djeni. Për njerës që kemi pasur me i fjallë kështu edhe nuk e besoj atë, jo, leka. Ore, e kanë bon spes desha me fle, e kanë bon shta pje dhe ropsha si na njevën mu tyre, dhe rëpshima si kina qëtu s'na shojnë, këta rëpshima e kanë bon, je milioner, je i pa prekshëm, këta rëpshima se s'kanë 500 lek për kafere, se ta kosh quna si jonë si ti, se rrugu shkarën për ta, o budala. Se rrugu shkarën, këta rëpshima, pa buksat e Shqipnis, këta motërshimat se për e the smidhë, shim vetë në vetë në bëtha, që më tërgo ti mu, më tërgo pralla, 15 vitë në rrugë, o profe, rrugëve, tu taku 10 milionerë, o profe, lodhe rëpshimi, lodhe vrasi, kupta, 15 vitë, o profe, nuk janë lojnë. Janë këta rëpshimat, këta pje dhe ropshat që janë kanë ndjeku në të shtash në rëpshim. Këta patetincat e karit, wow, mreti, o të shifë rëp. Kupta, Zoti ja ka falë jetën, nuk i thot Zotit mret, rëpshimi ja ka falë sami 500 euro i thot mret. Kupta, është për t'i shi racën e ti. Më falni për fjallorin, është për t'i ashi motrën. Zotit ka falë, t'ka bon me kam, me dur. Tamon, si jena shtash, falendarit ti, nuk e falenderë Zotin tjerë, falenderë të kësi t'jep do lek. Atë e shifësha racën, atë e shifësha motrën, kërjesa motërshime. Keni haru atë si ju ko kërju prej lekut. Nuk po atë, brother. Ore bandot, gjë. Tani këtu janë ca lloj këtu në TikTok që ne kemi kuptuar se si funksionojnë edhe çfarë bëjnë, e kupton? Kështu që Shiva profe, sa video bëm si të një aty? Aty i kijet, o profesor. Po plak në, o profesor. Ti do ikëm të tanë. Së të marrë mas e gjanë rëpt. Edhe që të famë si e kene rëpt s'kam në njof kush. Nuk të katë, je ka lo dhe shkat rëpt. Rëpt edhe më mirë shëjaj momentet, shëjaj jetën, o profe. Rëpt, për mendimin tem rëpt. It's going fast. Në ashtu të rinj jemi, kemi kohë, sidomos ti i fare. Ora ik shpejt ere. Ik shpejt. Fluturoj ashtë 100 motrë. Ato ik shumë shpejt. E së të mos, gjdo vit e ma shpejt. Ato e së ma shpejt koha. Po a ke folë me Mojsiun, ere? Po rap, kam folë. Kam folë djevërë, par dje kur folë, a kesh live me ta. Ishte me atë Shkodranin, me atë kameramanin, Nikolinin. Ishte në New York. Ta ke është dhe mëjësia e shkajt. Aronin e kanë denu, sha bo me shtë Aronin rëtë. Të di, në burg nuk e zeshtë. Prap, ha? Po këtë radhë, hyri të s'podelë, se e tjera ka hyri ka darë të lajë. Ka pari ditë në lajë. E morën qafa i klyshi i Serbis. Se di, pse me kjo është, Po, aje pra ja bani qeshtin, aje rasimi. Pse aje Roberto? Po, aje ja plëcej qeshtin. I po tani e bando është edhe një gjede, me këta loj nuk do marrë. Se, ore, këtu të delë loj budallaj para, do mërësh me te budallin? Po problemi është se këta këtë spionojnë, këtë që e keshtu. Kushta mërë 2 menja si janë gangster? Ma thuj mu jemër, që du ta thëmë atë spiono. Këtë spionojnë. Krejt, nuk ka. Nuk e di, ore. O, profe, si ta shofin njëri vdekin me së një profe, mu ma mërmenja, jo spiono, po ja shkardhen motrën pjetë. Vesh me ta dje karjerën. Ore, ajo s'bet fjalla e pjesët e po. Ideja është këtu, se unë nuk do ata shu për Aronin, se është në burg e kështu po. O vla, meru me loj budallaj, do n'kezish me nej budallare. Thot njëni ka spionu vetën, e si ka postu vidjet. Ore, okej,
e ka spionua i vetën, ja ka bon grupin vetit, po aji ja ka varros. Rasimi e ka varros, se ky ja ka bon grupin vetit me video. Po me mendin që Rasimi i ka ra mrapa me avokata, me gjana, me sene, se për sa kanë shkuar kanë marrë në Itali të shtëpia vetë vëlla, do me thonë, ka hela i dëgjana me lek avokatën për me shku me arrestua. A ka kupto? Edhe Rasimi e varrosi, shqiptarën e vetë. I ka në vajtur... Për shtëpia më vëlla, edhe Selis edhe këti të dyve. Në për shtëpia ku kanë jetuar. Mire, Bando, ore, TikToku nuk ka qenë kështu, a ishte qetësi, nuk ishte në këto lloj problemesh. Mas me pas postu video të Aroni, i këshin hangër karin. Asi gjan si këshin modot. Asi gjan. Zero. Po jore, ja nuk vepron policia vetë, policia në Gjermania, në Itali për të arrestim, mos ja fustikot ju. Në rëpë shtëpia kanë arrestua. Jo, që thonë këta ka vajtur policia vetë, e shtyrë shumë që e shtja që kanë vajtur. E shtyrë shumë. Nuk e di, si kur të kishim punuar çunat me gjëra të tjera, sa kanë sakrifikuar në TikTok, do kishin ecur më shumë. Unë kom folë me ta vëlla tani në privat zonë, kom njëri tem, ka thonë, bish, më kanë marrë të pikë mjeset të shtëpia, kanë arë, më kanë ra derës, më kanë dhu prangat. E ka policia italiane, e ka shu deri në Gjermani transferim. Po Arusha. Sa njëri negativ i shkon ajo. Është burgore. Rëbë të moda shumë njëri negativ i shkon qaj. Po ja ka shi rëbë zotit se shitish zotin e shiti gjithë shaj. Ai mirë, ai varë ku ka me përfundu ai. Ai shkon njëri pa ftyrë shumë. Nuk e shoh vetë me sy. Është njëri më nuk du me e flish gojën, po është njëri më negativ e më si ka sot për sot TikTok më në shaj njëri është. Po ta priste media ty që të kapsh Arusha me 50 kg kokainë. Ja, me qa 50 kg ka në, vari karsë. Qa kg ka në, aja as me 5 kg grosh nuk përmërëna. 5 kg grosh të janë shumë se më prishën. Ja ma 5 kg malaj. Shetë në më përshku të rrëve. Po sa mëndja e shkaravin muti. Sa në burg, mërë, ja është e shak burg okej, mërë, në për Itali, ka këshu ku me vjellë në qërshin. Rrugë. E ka me 50 kg, me 50 kg të rana. Ka këshu në përkoshnat Italisë, me gjithë drumë me ban, Sami Dubai, Sami Tola, Profet, lutem, ka e ba druna, punime. U bando në një, gjëj se kam bërë një 2-3 live, edhe kemi qenë 4 veta. Ore bando, për këtë do betojmë më binin djerës në sikleti se e shikoja vetën time, edhe thosha me vete time, o vlla. Këta qeshni në komente, se kuptoni qa mendoja unë, se unë e kisha në tru time. Thoja me vete time unë, po unë qa ka një bej këtu me këtare, vlla. Ishim 4 veta, kupton. Rria këshu, edhe thosha me vete, o qa ka një, se ngeth na njerë këtu me njerës që ti nuk do të rrishe, vlla. O profe, me rëpë shpjit nuk të kuptoj të jo, pëse sap një biznes në zhanë, në zhanë, me që nifesh, për shamu ti nuk nifesh si person, nifesh tani o përse, nifesh të përde sa të një veta në live 800, 600, zakonisht, njohin njerëzit, e kam të shumë të me thonë, pëse se përdojsh i sukses, edhe mes mu morë me këta langaraqa, me këta vari karsa, si merësh ti, me dhe dhe vari karsa si merësh, me rëpë shpjit dhe hamë drejten, me fut dikon vëlla, si support, me fut një biznes, një gjan, pse jo, se ti djali duku mi je, Ore bando, familjarët një jekun, për shka se përdojrë vëlla pa, me një gjatë tjetër, po merësh me qëta langarash, kot. Për e gjoj sekundali, unë para njërë, dua të hyj këtu të shtu një 2 orë. Po të kem, ore, po të kem 2 kepër të berë mua betë vla, jam më i lumëtëri, e kupton, hyj, bëj mua betë. Po kam në një pasaj që mund bëjnë në një qyfyre, e kupton, bëjmë në një qyfyre. Edhe e këto jam. E kupton, me fjallë, unë e kur fute me klevisin, me këta që bëjmë në një këshujer, unë fute për qyfyre, ola. Edhe doa të kaloj kohën. Kjo është e banda, pasandaj nuk janë futur në këti TikTok-u të bando për ta përdorur për në një diçka tjetër apo qysha për te. O më rëpë shpje, nese me rregullu jetën, ja fos një biznes të fort, shumë të fort. Po bando, nuk më duhet TikTok-u mua për punë që bej. Unë i kam kafe, restorant, jam në rregull. Më mjaftoj në bando. Pa, i ke edhe atë. Pas të kampanje nuk i supporta në internet, pëse?
S'ka, gjë se tani me gjithë respektin për komsimin tonë. Apo ke klientelën tënde, nuk ke nevojë. Bando, me gjithë respektin për komsimin tonë, me gjithë respektin për çunat që janë këtu në Island, sepse më njohin dhe pjesën më të madhe i njoh edhe unë, se është vendi i vogël. Po normal. Unë klientelën vëlla e kam 99.9% janë vendas dhe të huaj. Nuk e kam hapur kafen apo restorantin me idenë që do më vinë shqiptar vëlla dhe do mbaj restorantin hapur apo kafen hapur në shqiptar, e kupton? E kam hapur diçka tjetër vëlla, nuk e kam hapur dhe jam okay, jam në rregull. S'kam nevojë vëlla që ta reklamoj këtu. Për çfarë ta reklamoj e bandit? Ta reklamoj kot. Unë edhe kur kam mbledhur video kështu thjesht për qef, ja 2 herë edhe kaq. Po, kuptoj. Po, nice. Ja mos e feksi e por feksi. A do ikësh verës në pushime në Shqipëri që der? Kismet zotit. Ndoshta po takojnë në Shqipëri. Kismet zotit. Po të jemi në Shqipëri, takojmë se ja. Të bie reklamo. E bando? Ndoshta po takojnë vërtet në Shqipëri. Po kismet zotit do të jemi mirë bando. Ai bani risk. Me na rrugës të letra të zona me ardh lirë. Si ke rregulluar akoma? Ma kanë zi jetën apo vërtet. Probleme është aty, sidomos ti që ke pas sa situata të vogla. Japin letra këta robësi, më na kanë mërzit, dhe çfarë ju bëjnë. Rob shtëpi ku se ka që do të lanë me firmë këtu, e di. Dhe si t'japin letra. Me rob shtëpi ku shkoj aty me rrshim shofin edhe aty në tonë ju vjen kesh rob. Thonë s'ka mundësi se sa motorshima tregon me ty. S'm thonë sa motorshima, po edhe ata e kuptojnë, por si arab thonë, e di. Bando, po kur veta atje me fjalë, se tani a tregohesh i sjellshëm vëlla, me kulturë, me respekt dhe me kështu. Shoh dot apo se na kanë zi jetën apo nuk i shoh dot. Desh çto muin pa të na arrestuar se shkova aty thash nuk ju vi më me fermosi thash. Ju shirop thash nuk ju vi më me fermos. Okej, tha mos hajde tha do të arrestojmë plasi kari thash. Ika unë shkova me fermos 2-3 muaj në zonën Ropshima të arrestuan, majtën 24 orë, më lëshojnë, shusha prap, të kapin prap. Ta bin ma e të hunë so prove, nuk rrajsh dhe të me ta, bro. Du të me shkuar, me shku me bojnë 24 orë shajt herë në mujë, i bje. Ore, bando, ideja është tu. Se po më këthejnë Shqipni, o prove, se po më këthejnë Shqipni nuk tut në une. Se këta e din, se unë ja ku më thyë dëgane aty në ja u thëmë trësh, ju unë aty në zyri, thëmë, ta thej dëgane në sartëm qëtë mukari. Jo, për atë pjesë e ketë sigurt vetën në Shqipëri e gjenë zgjidhjen janë Londër brenda ditës. Se kjo problemi si ju kom thënë edhe ata e kanë kuptuar edhe vetë vëlla. E kanë kuptuar edhe vetë që thëm me një letë. Edhe problemi është unë nuk ju them me një letë, me një përgjigje. Me një përgjigjen. Edhe negativ i kom thonë veç ma jepni, pse s'ma japni. Me një përgjigjen, pse ma mani përgjigjen vëlla. Jep ma negativ, nuk ka problem, refuzom. Vetëm jep përgjigjen. Se me të më vonë përgjigjen e profesor, ja merr letrat. Se ja merr me gjykata, me ligjet e shtetit. O bando, nuk të japim përgjigje, ta them unë psen, sepse të duan të bësh atë që bën. Por t'jesh pa letra. Që me pak fjalë të kenë diçka ata ku të kapen. Të duan kaq të fuqishëm sa që je, jo më shumë. Se po të kesh letra ti, ata nuk e dinë ore. Që ti po të kesh letra ti bësh më i sjellshëm. Unë kam me family visa se e kuptoni jo shumica, edhe o bro kom 2 vjet o bro, 2 vjet s'më hapin përgjigje o bro. E kupto? Tallin karin o bro. Mik truni shumë shko ka është thëm t'ja thej me zhama me çat ketë më o bro. Kthem përgjigje vëlla, negativ, mos e rruj karin, më përgjigjen. Shumë dirty janë shumë dirty, janë Duhet me Terezi bando, duhet i marrësh me Terezi. Ata i kom bllokuar vetën, se një vit e sa kesh me probleme, mi kanë bllokuar ata, nuk t'i çujnë. Janë shumë të pabesta. Po të kesh një gjë problem me shtetin, nuk merren me ty, thonë ku të marrin në shteti, thotë do merren me ty. Kupto, ta lajnë marr. Ka shumë njerëz që janë me vite dhe nuk i marrin. Një kush as tim thotë i thon pse i do letrat kur këtu nuk të luan njerëj thotë, bëj ç'të duash pse ja japin. Po bra. Po shështem edhe unë bro. Këtu jam me letra bro. Bëj ç'a dua, kam patent angleze, i kam krejt apo bro.
Ora, çdo gjë. Në shtëpinë emër tem, makinën emër tem, çdo gjë, o bro. Por e po. Thjesht s'm fluturoj valla. Du marr ti për shembull 2 ditë. Për shemb. Ti thjesht nuk del në Anglia dot e ty është me avion. Kjo është ide. Me avion me bilet kështu, çuna. Drejt për drejt, se kështu me pasaporta të tjera. I kanë torturuar çita shqiptar të bro. I lëshojnë, i marrin në kamp, i lëshojnë, i fusin prapë në kamp, i qesin prapë, i fusin prapë në kamp, tallin karin, me rëpshvije. Me rëpshvije këm taku ideali ditë shkreti shka firmosa, i tipi, tha o vla, tha shtera treta si këm dalë prej kampi, tha vla, tha. Po e forta e se atje brenda, dëgjon historina më të ndryshme. Njeri thot jam kapur me këtë gjë, më kanë dënuar shembull 6 muaj. Tjetri thot më kanë kapur me këtë gjë, të njëjtën, 2 vjet. Kurse tjetri dëgjon iku në gjyq që ishte kapur me 3 fish, o për nxjerrin. Ato janë më të pabesueshme në atë. Seriozisht. Dhe profesorit të s'kara me këtë 3 muaj në kam thot, papa asë gjallë. Në kam s'kam detur, në aty, po kështu kam detur, kam qenë 3 burgje. Po kam qenë unë edhe 1 ditë në kamp para se të më nisi për Shqipëri, 2 ditë. Jo, 1 natë. Po, aty të kampi, ku ishte afër me atë aeroportin në Londër Bando, për këtë betojmë aty brenda vlla. O nene, si ishte aty. Aty po të mbanin një 3-4 muaj vlla mund të shmendshë. Ishte shumë keq aty bando. Shumë keq, shumë keq. Valla, kushtet shumë të këqija aty valla. Aty vlla rrezik të dilte e miu në Heathrow, po. Aty rrezik të vinte e miu vlla natën flite gjumë me ty në jastek. Ishte keq fare aty. Janë shumë degeneruar. Janë shumë pamëshirshëm, rap janë shumë pamëshirë, duhet me ndryshua, se jena njerëz valla. Me nga Twika apo në Heathrow, nuk e di se mbaj mend, po. Me rap shtëpi o profesor këty në rracave të huaja ja japin letra këta rrapshimare, veç nesër na japin. Me rap shtëpi i ke krejt Kurdistan do bro. I ke krejt Kurdistan, janë si na valla, si Shqipëria në Kurdistani, nuk kanë asnjë gjë. Në shteti tamam. O bro, me rap shtëpi për 3 muaj ja japin letrat. Për 3 muaj i ke me viza. Me viza. Nuk i bejnë dhe edhe ju thash, ku shkaj ty ju thom, o ju motor shima i thom rë. Ju me ne tallni karin thash, rëp shima, kena kom 15 vjet në Angli, thash më të shif shka rëp, kom bon shkollë, e thash vjet tjetër për Kurdistani, thash, shka ban me dele, thash shif shka rëp, edhe për 3 muaj ka vizmi në shtëpi vet. A tall karin me muaj thash, apo si e keni muhabetin thash jo vëlla. Apo keni kuj me ne thash, ju shif shka rëp. Albania, ju shift Albania motrën në pjedhi thash. Nuk bëjnë ata punën që bëjnë shqiptarët o bando. Bëjnë punë të tjera ata. Veç janë gjesta karrikës që shtu si jam ajullet, veç ja përplasë që shtu para i ku, thëmë, baj. O bando, nuk bëjnë ata të njëjtën punë që bëjnë shqiptarët. Kush s'bajnë? O bando, o bandit, mos me ndo se nuk e di shteti se qa bënd tja. Me rap shvije bajnë edhe ma shumë se na. Ore, i që na e mëndja, o donë. Okej, paktën na nuk bëjmë zona si bëjmë këta. Këta janë pedofila, këta janë manjak, këta janë për çështje varikarin. Paktën na shqiptar varikarin për shtëpia bari, për pika, karin pill. Paktën nuk hapet gazetat e dalin 30 shqiptar për pedofila për nën mosh. Këtu tant manjak, pse bëllshira kriminela vrasa valla. Raca poshtë valla. Ashtu s'ka rrata ndyrja. Sta pakistanes Kurdistan çto racat arabe. Me rob shtëpia pro për këtë pedofila më brother. Kreti ki hapi lajmet çto kurrjone. Hapi, veç hapi për kuriozitet. Shifi. Allah, kret pedofila valla, me minoren valla. Kret motorshima. Manjakër, të njek vajzat e vogla në për qytetër këta arabë. Jo, ne kemi mendjen tek për të bërë para apo për të bënë lek, nuk kemi lidhje me të punë. Si do jena më të mirë na valla. Jena më të mirë. Nuk as me këto të këshia s'ke shqiptar si shet për shembull të kushe. Nuk merren shqiptar me çto gjana. Nuk i ka mytim njerëzit si mytin këta. Këta tan shesin të kushe valla. Shesin të kushe, çështu xhankesh, jena më të mirë, jena shumë më të mirë në Angli se racat e tjera valla. Publiku na do neve, po s'na dojnë këta shteti edhe politikanë. Se me rëp shpje njerëzit që shtu anglez na dun. Me rëp shpje, sa ta marrë vesh. Problemi nuk qëndron vetëm aty valla. Problemi qëndron në marrëdhënien që kanë bërë shtet me shtet, se kanë bërë një marrëveshje me Shqipërinë ata që të trajtojnë ashtu si të trajtojnë.
Mos me ndo se nuk të do shteti vetëm shteti atje. Ta ka berë Puçin ai gjë në Shqipëria, bashkë me atë në Angli. E këndon se është edhe shteti shqiptar vëlla që i thot ashtu lëri thot, pa letra, pa të drejta. Se di çai bën ti aty me pasaport britanike kur kthehesh në Shqipëri pastaj apo jam shtetas anglez unë i thoj tjerë. Me gjej të drejtën. E kupton? Edhe nuk i do shteti shqiptar vëlla. Shteti shqiptar i do të jenë kështu, emigrant, rifugjo. Si të kthehesh ti pas andaja dhe ti thosh aty në Tiranë, unë jam shtetas britanik i thoj ti, unë të thoj kokën unë. I bën cirk polici ti. Nuk të do ashtu ai në Shqipëri. Ai të do të vish në Rinas, edhe ti ikësh na Mali, na Hungaria. Po sa njerëz kanë mirë më provën në Shqipëri? S'ka mirë më vosh. Po sa janë mbetur, kemi qenë 3 pikë sa, u bëm 2.8, tani mund të jemi 2. As 2 jo. Vesh pleshke në Shqipëri. Mund të kesh i 20% qërini e ke. Krejt ka nik, edhe shatat janë ka ikun krejt. Kanë hikur edhe do ikin, edhe ata s'kanë hikur, nuk kanë hikur vetëm se nuk po gjejnë ku të venore, nuk kanë mundësi. S'ka ku mbështet. Sari një kemë patriot, sari një kemë patriot. Se tani ne e kajtojmë, tash sari një kemë pasin në Shqipëni, kur na jetojmë shtetet huaja të botës, edhe në çdo vend që rrim në për botë, je shqiptar si ishim në Shqipëni. Shohim shqiptar na me mësim. Shkojmë një kafe gjejmë 10 shqiptar, shkojmë kafe të klub gjejmë shqiptar. Kjo do me thonë, pra, do me thonë se ka ikë shumë rinia nga Shqipëria. Se ne po takona rrugëve të botës me njëri tjetrin. Unë e krijoj familje këtu dhe fëmijët e mi do jetojnë këtu. Profesori ka me kriju familje. E di. Vetëm Shqipënia ka me mirë vetëm. E kam bërë politikë të keqe. Deputetave, në Shqipëni kesh fëmijët e deputetave, fëmijët e kriminalave, nipat e deputetave, nipat e kriminalave me armë nëpër breza, bën si pilla nëne, shin çdo gabelica nëpër Tiranë, çdo kurva si dalin nëpër bllok e shin si pela, e ju duket vetja pilla nëne, shila s'ka me kusht tjetër më. Se njerëz inteligjenta, njerëz djeltamon kanë ik, son rrin aty. Ata kur is popullit do bande. Kush ka me tjetër në Shqipëri? Popullit. Do të çuna bëni çik follow banditin nëna, kaloni çik na banditi bëni follow atë plusin aty te banditi. Thank you, prof. Kaj për followin. Jo, ma se sa pun roga pa të, pa s'ka as më e tesa, nuk ka e tesa, zhënar. Zhënar kena marro punë në rëpë të motër, kena marro punë me rëpë shpije. Ka bëjmë ma betë mërë se sa kam hakari, jërë, zërë. Kur si hakari juve që jeni aty në Shqipëni, kam hakari mu. A seriozisht e keni? Ku së rruj karim fara pa të redrë. Unë i bona dhe vite këma e. Po ke goxha vite ande pando? Bona vite, tash o profe, bona sa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 13 vjetë. Tu hëpon për 27, 14. Po. Po së më rrjenë Shqipëni me të drejtin, edhe kur shkoj nuk rritot. I muj maksimumis. Po jam suar aty, ke punë të rezit, jetesa, Sa da bizneset kem Shqipëni, sa da gjanat bën Shqipëni, prap, kur s'ko me tu do të mësu këto, bro, është sistemi tjo. Fil, sa shka i muj, profesor, më del nga vetja shefni, nuk disha me ban, bro, nuk kisha me ban, Allah, nuk shmenesh. I ke lidhur të rezit aty, e programuar me fjallë me punët që bën në mënyrën e jetesës, me shoqërinë, me të gjitha gjërat. A shumë borën, edhe që të shoh edhe në Shqipëni del gjumi edhe herë ato profesor, del gjumi lorë në 8-9 mjesë ato. Të rregullot si i zhajem fiksu në Shqipëni, se gjithmonë kur shkoj në Shqipëni më rregullot ky e di gjumi, se për shkak të thënë orën 8 mjesit. Të rregullot vetë është klima e tillë që të shon gjumë në orën 11-12. Nihesh i lodhën në gjumë. Rregullot orari i gjumit atje. Allah çosh në 8 mjesit Allah. Me rrop shtëpie, në 8 mjesit, shona në 8 mjesit të profe, dal hashi me sanduiç, mirë në kafe, Allah shkon 2 mas ditës, të thëmë vetë, shi ora 2 mas ditës, Allah thëmë. Ç'a me bën. Se nga që këtu shona në orën 3 mas ditës. E di natën e komoshet, në të drejtën natën pëlqen më shumë se dita.
Bona vite që jetoj me sistem note, e kam buto. Bona rreth 7-8 vjetë profesor, se vetëm natën e jetoj, e di, ditën shumë pak. Nuk kam shë, edhe tash mu ka bon fiksim o profe, me më shumë unorën në 10 me dalë bashkë, e di si hutona, merën sën, ta ata njerëz, në për kamë, romuj, e di, nuk ma ba trunë. Nuk e përballoj do tash. Nuk e përballoj do. Stresona direkt o profesor. Më vdek shëpta që una nuk jo rajnë. Direkt stresona merren me të vëlla. Sha njerëz vi poshtë nel me turma, nga që jam mësu vetëm qetësi natën, e di? Edhe me pak njerëz, edhe pak makina, e di? Edhe I am more cool, I'm more happy, e di? Edhe jam shumë më happy edhe se e jetoj jetën natën. Ska, o vëlla, po meta në trafik e si ndalën dhe maj, dirësa. Vetë në marrë shikesh, o vëlla, nuk më kap angth e direkt ditën. I madhi e legendi. Ora të mota, kushe, ura pësi u rajmë më mërë pëshbje, kushe si unë e kuptëshem ka i thonë, se nuk janë tanë tash. Legendi e banda, legendi. Nata është ma bukur, profe, e di pse nata, se thonë nata është e keqe, thonë, po mërë pëshbje nata është ma mirë. Natën as nuk ke ditën o vëlla, disa budallëj i ke në rrugë vëlla. Ditën ke me miliona budallëj. Edhe të zëndësh. Ke budallëj edhe shikon ca tipa ca fytyra që thoj. O vëlla, ditën është shumë probleme, nata është ma mirë, nata është qetë. Ka aty në ata që iki me bidona Coca-Colin për duar kështu në ato kolat kështu të vëlla. Unë se të përballoj do të ditën e vëlla. Më shumë në që ditën se përballoj do të. Për vetë nuk më ndërheshja. E provova, po nuk i ka vëlla thash jam qetë, natën muzik, me ne shok, me ne njëri, dhe ne bar, tak, kalon natën, nice, vjen orën, sa të dalim me përëndu, djeli mjes, kështë krab në gjonë vëlla. Shina harat 4-5 mas ditës. E ke krijuar program të mirë.